Doni të dini se si bën këto bukët e mbushura me spinaq dhe gjisë që jo vetëm janë shumë buta, po dhe shumë të shijshme. Kjo është një recetë që mami ime pa në Instagram dhe tha, do ta bëj unë dhe t'rregoja njerëzve se si bëhet. Përbërësit për brumin do t'i shkruajnë në komente, kështu që shkoni te komentet. Mami imi shikon të gjitha videot e mia dhe ndonjëherë kur i del ndonjë recetë në Instagram, ma çon mua dhe thot, bëj edhe këtë për TikTok, bëj edhe këtë për TikTok. Ndërsa kësaj herë i thash hajde bëj ti. Kështu që po këto duar nuk janë duart e mia, janë duart e mamit tim, se më shkruani në një komente kur gatuaj me gjyshen, pas ke lyth thonjt, kur ndërkohë ato janë duart e gjyshes time. Nëse gjithsesi. Pasi e kemi lënë brumin që të vi për 3 orë, bëjmë këto kulaçe kështu dhe i hapim në pite të vogla dhe i mbushim me spinaq, gjizë edhe një kokë kërves. Pastaj bëjmë këtë palosje kështu dhe i shtrojmë në një tepsi me letër kuzhine. Këtu po ju tregoj gjithë procesin kur i vendosim një nga një. Ç'është e vërteta kjo të merr pak kohë, po kur mendon për rezultatin final dhe kur mendon se sa të shijshme dalin, atëherë i harron gjithçka. Pasi kemi vënë bukur në tepsi, lyhem me një të verë të veze dhe i shtojmë edhe fara susami. Tani është gati për të pjekur e vendosim në furrë në 250 gradë për 20-25 minuta. Ta mendoni çfarë arome të mirë që kanë. I mbulojmë me një mbulesë për 20 minuta të tjera sa të mpiksen dhe i kemi gati për t'i ngrënë. Shikoni pak sa të bukura dalin dhe sa të buta. I lumshin duart mamit tim, faleminderit shumë që ndoqët këtë video, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni të shikoni në videon e radhës dhe mos harroni të bëni follow. Pafshim.